Qiteris, I fredjem të kastriotit, me u bashku rreth qetav të ushtris. Bini tot shke bini gek, si rufet që shkon për djek. Bini gek, bini valsor, trimat fort, me dor. Me një flamur e rendia, me dorë vete e ka shru. Për shqiptar është vetë Shqipnia, kush e prek, a I kof malku. Bini tot se bini gek, si rufet që vjen të djek. Bini gek, bini malsor, trimat fort, me dor. Bini tot se bini gek, si rufet që shkon të djek. Bini gek, bini malsor, janë nga njës, ja të gjithë dëshmor. Krasniqi, I nderuari kryetari I Komunës së Junikut, Zotri Rushdishehu, kryesuesi I Kuvendit, kryetari I Komunës së Veçanit, Zotri Bashkim Ramosaj, veteran të arsimit, përfaqësues të shoqatave të dalura nga lufta e ushtrisë shkrimtare të Kosovës, të nderuar bashkëpunëtorë të tendjerit, qytetarë të nderuar, zonja dhe zotri. Me pikëllim të thellë, morëm lajmin se është ndarë nga jeta veterani I arsimit, ushtari, koloneli, invalidi I luftës së ushtrisë shkrimtare të Kosovës, Mus Hasan Krasniqi, në moshën 74 vjeçare. Andaj, për ta nderuar jetën dhe veprën e tij, ju kisha ftuar për 1 minutë veshje. Lavdi. Kjo mbledhje komemorative të cilën çdo njeri me ndjenja nuk e dëshiron ta mbajë, por fuqia e jonë ndaj vdekjes është e pamundur, ashtu siç ishte dje kur vdekja të mori dhe ne jemi të detyruar sot të japim lëm të mirën e fundit mësuesit, drejtorit, ushtarit, kolonelit dhe komandantit ton Mus Hasan Krasniqi. Të nderuar të pranishëm, ftoj kryetarin e Komunës së Junikut, Zotri Rushdishehu, për një fjalë. Nderuara familje Krasniqi, nderuar kryetari I Komunës së Veçanit Zoti Bashkim Ramosaj, komandanti I brigadës 138 Agim Memradani Zoti Rustem Berisha, përfaqësues të organizatave të dalura nga lufta, familjet dëshmorëve, heronjeve, martirëve dhe invalidëve të luftës, përfaqësues të institucioneve të Republikës së Kosovës. Nderuar bashkëluftëtarë dhe qytetarë të pranishëm, më lejoni që në emrin të qytetarëve të Junikut dhe stafit punus të Komunës së Junikut, në emrin tim personal, që t'ju shpreh ngushëllime të sinqerta për humbjen e familjarit tuaj dhe tonit kolonel Mus Hasan Krasniqi. Dje, pa pritmas, morëm lajmin e hidhur se u ndan nga ne edukuesi I brezave, luftëtari I ditëve të para të luftës për lirinë e Kosovës, Baca Mus. Mus Krasniqi u lind në Junik me 23 mars 1950, rrjedh nga një familje patriotike e cila gjithmonë u gjend në ballë të gjitha fortunave që pati Juniku me rrethi. Shkollën fillore e kreu në vendlindje, ndërsa shkollën e mesme pranë gjimnazit Vllazërit Frashëri në Veçan. Pas kryerjes së shkollës së lartë teknike, drejtimi bazat e arsimit teknik në Prishtinë, punësohet si arsimtar I bazave të arsimit teknik në shkollën fillore Hysnido Bruna, tani me e quajtur e emëruar Edmond Goxha në Junik, ku punoi pa ndërprej, gjerme 22 prill të vitit 1998.
Shërbimin ushtarak e kreu në shkollën e oficerëve rezervë në Prizren, ku mori gradën e nëntogjerit. Në fillim të viteve të 90-ta dhe më herët, Musa ishte njëri ndër veprimtarët të shquar në të gjitha aktivitetet politiko-shoqërore që organizoheshin në UNIK, e posaçërisht veprimtaria e tij dallohet në organizimin e mësimit në shtëpitë shkolla. Duke parë gjendjen e popullit, oda e tij u bë qendër e shumë takimeve të rëndësishme për organizimin e jetës në UNIK. Në vitin 1992, Musa formoi Partinë Republikane të Kosovës, Dega në UNIK, kryetari së cilës zgjidhet në mbledhjen konstitutive nga se i pëlqente programi i kësaj partie, e cila kishte synimin e organizimit të luftës për shlirimin e Kosovës. Për veprimtarinë e tij merret disa herë në biseda informative nga organet e sigurimit të atëhershëm në veçantë. Në 3 mars të vitit 1998 i bashkohet ndër të parët ushtrisë shqiptare të Kosovës, ndërsa me 22 prill, në odën e atëherë Kadri Krasniqi, formohet shtabi emergjent për organizimin e rezistencës në UNIK. Kur në të njëjtën ditë në mbrëmje, komandant Musa i prin grupit të parë për 5 vetash e që së bashku me të rinjët e fshatit Jasiq shkon e kërkoi për sigurimin e armatimit për mbrojtjen e UNIK-ut. Pas plasjes së luftës në 29 maj 1998, e përcjell në UNIK kontingjentin e parë të armatimit të financuar nga Brigata Jon. Në 7 qershor, komandant Musa së bashku me disa shokë hyn në UNIK dhe i bashkohet formacioneve luftarake për mbrojtjen e UNIK-ut. Në 8 qershor të vitit 1998, në lagjen e tij rikonsolidohet shtabi lokal i UNIK-ut, ku Musa zgjidhet komandanti i kompanisë së parë të batalionit të UNIK-ut. Në UNIK, për afro 3 muaj vesh, u zhvilluan luftimet e ashpra me soldatesken e ushtrisë serbe dhe me forcat parlamentare dhe policore. Luftimet e rrepta zhvilloheshin edhe në rrethinin e UNIK-ut, ku komandant Musa së bashku me njësinë e vet kaloi 2 javë në fshatin Voksh, ku i ndihmoi njësitë e ushtrisë shqiptare të Kosovës në mbrojtje të pozicioneve luftarake dhe koordinoi luftën me shtabin e UNIK-ut. Forcat serbe, duke parë rezistencën e amerikanëve në rrethin, filluan shtimin e forcave dhe përforcimin e tyre me autoblinda dhe tanke, me syen UNIK-un në shumë drejtime, duke ngushtuar rrethin e patkojt me qëllim të zënjes së rrugëve për asgjësimin e forcave tona. Por falë succesisë dhe koordinimit të ebrorëve, u vendos që forcat tona, të cilë u kishte harxhuar municionit, u mor vendimi që tërhiqen në Shqipëri e bashkë me një grup edhe Musa. Me njëherë, me ebrorët, Sali Qekaj, Agim Ramadani dhe Ostem Perishën, filloi organizimi i djemve të UNIK-ut dhe rekrutimin e shumë të rinjve në Papaj. I filluan përgatitjet për ta sulmuar karakollin e ushtrisë serbe në Kadesh tek rasa e Kosharës.